Mjekja e njohur endokrinologe. Ky gabim që bëni me fasulet mund t'ju kushtojë jetën. Shumica e njerëzve fillimisht i lajnë në fasulet i lënë në ujë përpara se t'i gatuajnë. Megjithatë, nëse nuk e bëni këtë, mjekët paralajmërojnë që po bëni vërtet një gabim të madh. Gjithsesi, edhe pse arrat, farat, drithrat janë ushqime të shëndetshme për shkak të acidit fitik, ato mund të jenë të dëmshme për organizmin tuaj. Ky acid lidhet me elementë të rëndësishëm si bakri, magnezi, jodi, hekuri dhe zinku, për shkak të të cilave ato ekskretohen nga trupi përpara se të arrijnë të kursejmë ndonjë përfitim prej tyre. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Acidi fitik është një nga shkaqet më të zakonshme të anemisë nga mungesa e hekurit të vegetarianët, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, citon endokrinologja Zura Pavlova. Por cilat janë edhe ushqimet e pasur me acid fitik? Pavlova thekson se tërshëra, orizi, gruri, të gjitha drithrat dhe fasulet, thjerrzat, kikirikët, bizelet dhe soja kanë në përmbajtje të tyre acid fitik si dhe disa arra dhe lajthi si bajamet dhe arrat. Në sasi të madhe acidi fitik gjendet edhe te farat e lulediellit, lulkuqes, lirit, kungujve, farave të susamit, gjithashtu edhe fasuleve. Të gjitha këto ushqime përmbajnë një numër të madh të lëndëve ushqyese për të cilat organizmi ka nevojë, duke përfshirë fibrat, ndaj nuk duhet të hiqeni dorë prej tyre, citon Pavlova. Por si të shpëtojmë nga acidi fitik? Sidomos në rastin e fasuleve, ato duhet të përgatiten në këtë mënyrë. Të trajtohen në mënyrë termike, të zhyten ushqimi në ujë, kryesisht fasulet të qëndrojnë në ujë përpara gatimit ose t'i zhysni në hir, ose të bëni një përpunim të kombinuar, zhytje pastaj ngrohje. Dizavantazhi vetëm i metodës së zhytjes është se kërkon një kohë të gjatë. Për shembull, orizi kaf do të duhet të lihet në ujë për 12 orë, tërshëra për 10 deri në 12 orë, orizi i bardhë për 9 orë, elbi edhe për 6 orë. Për rezultate më të mira mund të shtoni pak uthull, lëng limoni në ujë. Kështu gatimi i fasuleve do të jetë edhe më i shijshëm. Fasulet dallojnë nga shumica e artikujve të tjerë. Kërkojnë gjithmonë një përgatitje paraprake. Para se vërtet të filloni të përgatisni fasulet, nevojiten shtesa të caktuara që qëndrojnë në një natë në tenxhere plot me ujë, për t'u bëmyer dhe për t'u zbutur, gjë që goxha shumë lehtë mund të lehtësojë punën e stomakut tuaj. Dhe kur të ketë kaluar ajo kohë gjatë natës, të cilën kanë qëndruar fasulet në ujë, filloni përgatitjen e tyre pa u ndalur, sepse në këtë mënyrë do të evitoni edhe fryrjet e barkut që mund të sjellin fasulet nga mënyra e gabuar e përdorimit të tyre. Derdheni ujin në të cilën ka qenë fasulja gjatë natës, hidhni ujë tjetër dhe fasulen e kaloni në sopë natyrisht, fasulja ende duhet të qëndrojë në tenxhere. Kur uji të vlojë, prisni 10 deri në 15 minuta, sërish derdhni ujin dhe hidheni ujin tjetër dhe vendoseni të vlojë dhe sërish në të njëjtën mënyrë. Kur kjo vlon, prisni gjithashtu edhe të bëni një zgjerrje më të mirë. Kjo procedurë është goxha e lodhshme, mirë po, në sa më shumë ujë që të ketë zgjerr fasulja, aq më i lehtë do të jetë edhe problemi i fryrjes dhe aq më e shijshme do të jetë gatimi dhe mbi të gjitha. Fasulet do t'i japin të gjitha përfitimet kryesore për shëndetin dhe stomakun pa shkaktuar fryrje. Kur pas vlimit të tretë të ujit keni vendosur që është bërë mjaft, atëherë merrni 1 ose 2 qep, varësisht nga sasia e përgatitjes së fasules. Fërgojeni në një tenxhere të posaçme dhe më pas hidheni në enën me fasule. Sipas dëshirës, në të mund të shtoni edhe mish të thatë, ose brinjë, qingji ose edhe prosciutto. Ne gjithmonë shtojmë pak ose shumë ujë, varësisht si e doni fasulen, të hollë ose të formuar më të trash. Kjo mund të jetë sipas shijes suaj. Për shkak të shijes më të mirë, mund të hidhni edhe një spec të plot në të, ose edhe karrota të grira në rende. Nga erëzat mund të shtoni 2 deri në 3 kokra piper ose edhe gjethe dafine. Mirë po, gjethet të dafinës mos i lini për një kohë të gjatë. Pasi rreth 10 minuta mjaftojnë dhe më pas i nxirrni nga tenxheria. Në fund të gjithë këtij procesi, shtoni thelpinë të grirë të udhrës dhe specat e bluar.
dhe kështu do të keni një gatim të përsosur që mund të sjellë përfitime për shëndetin tuaj dhe të mbajë larg edhe fryrjet e stomakut. Fasulet nuk duhet të mungojnë në tavolinat tona pasi janë burimi kryesor i proteinës thelbësore për mbrojtjen e organizmit gjatë dimrit. Rekomandohet që fasulet të konsumohen rregullisht, pasi janë të pasura gjithashtu edhe me vitamina, minerale, të cilat sjellin përfitime të mira në dobi të shëndetit. Nga pikpamja ushqyese, këto bishtaja përmbajnë kryesisht karbohidrate, por janë gjithashtu edhe një burim i shkëlqyer i fibrave dhe proteinave bimore. Ato përmbajnë një sasi të konsiderueshme të vitaminës B1, një substancë thelbësore që ndihmon trupin të shndrojë ushqimin në energji. Por në këto bishtaja ka edhe vitamina të tjera të kompleksit B, siç mund të jetë vitamina C. Konsumi i fasuleve ndihmon edhe në zhvillimin e bakterieve të mira. Këshillohet që femrat që konsumojnë 25 gram fibra në ditë, ndërsa meshkujt të konsumojnë rreth 38 gram fibër në ditë. Marrja korrekte e ushqimeve të pasura me fibra, përfshirë këtu edhe konsumin e fasuleve në dietën tuaj, është shumë e mirë për shëndetin tuaj të zemrës, por edhe për kontrollin e niveleve të sheqerit, në trajtimin e duhur dhe në shëndetin e zorrve, si dhe për të stimuluar kështu humbjen e kilogramëve të tepër. Një sekret për të gatuar fasulet është edhe një mënyrë e shëndetshme. Fasulet këshillohet t'i lani dhe t'i lini në ujë të bollshëm në mënyrë që ato të largojnë nga sipërfaqja e tyre të gjitha papastërtitë, por ka disa rekomandime që duhet t'i ndiqni për të nxitur tretjen e duhur të fasuleve. Ato duhet të lihen në ujë gjatë gjithë natës. Sekreti është t'i shtoni edhe 2 feta limoni ose 2 luku thullmolle. Kjo metodë e mirë do të largojë të gjitha substancat të cilat shkaktojnë gazra në sistemin tuaj tretës. Gjithashtu këshillohet që gjatë gatimit të shtohet qep, hudhër dhe majdanos. Duhet të gatuhen në nxehtësi të ulët derisa të zbuten. Nëse përdorni tenxhere me presion, koha e gatimit të tyre sigurisht që do të jetë më e vogël, por është e rëndësishme t'i gatuani si duhet fasulet në mënyrë që të mos shkaktojnë fryrje të stomakut tuaj. Të thjeshta dhe të shëndetshme dhe gatime vërtet ekonomike, fasulat janë sekreti i çdo anvise shqiptare. Të dish se si të përgatisësh fasule në mënyrën e duhur, ndihmon gjithashtu që të shmangni edhe gatimet e mundshme të gabuara. Ndonjëherë fasulet nuk zjejnë tamam, ndonjëherë zbuten pothuajse treten kur gatuhen. Në këtë video do ju sjellim mënyrën më të mirë të përgatitjes së fasuleve perfekte, pa shkaktuar kështu fryrje të stomakut ose edhe komplikacione të tjera të shëndetit të tij. Para se të filloni, një hap kyç në përgatitjen e fasuleve është të dini vjetërsinë e tyre. Edhe pse fasulet qëndrojnë deri në 2 vite, sugjerohet t'i gatuani ato brenda vitit të parë. Përpara se t'i përdorni për gatimet, duhet t'i shplani me ujë të bollshëm nga çdo papastërti si dhe të përdorni edhe mjete të ndryshme që të cilat do ju ofrojnë një gatim më cilësor. Vjetërsia e fasuleve ndikon drejt për së drejti në cilësinë e tyre dhe kohëzgjatjen e gatimit. Prandaj, sa më të freskëta të jenë fasulet, aq më mirë do të jetë edhe shëndeti juaj. Zbutja në ujë është çelësi kryesor për të evituar shkaktimin e fryrjeve nga fasulet. Lënia e fasuleve në ujë shkakton edhe një shkurtim të kohës së përgatitjes, duke i bërë ato më të lehta edhe për t'u tretur. Nëse shtoni pak krip në ujë, do të formoni një lloj shëllire, e cila do t'jap rezultate fantastike për shëndetin tuaj. Zbutja në ujë gjatë natës do të ofrojë një gatim më cilësor dhe pa shkaktuar fryrje. Lënia e fasuleve në ujë është një metodë e vjetër për të gjitha anvisat shqiptare. Këshillohet që mjafton të hidhni fasulet në një ende t'i mbuloni me ujë dhe të shtoni edhe një lugë dhe krip për çdo 500 gram fasule të gatuara. I lini për 4 deri në 12 orë. Më pas mjafton t'i kulloni dhe t'i përdorni në recetat tuaja. Gjithashtu ajo është një mënyrë që do të lehtësojë fryrjet e stomakut, të cilat mund të shkaktohen kryesisht nga gatimi i gabuar i fasuleve dhe të cilat mund të rëndojnë më shumë sistemin tuaj tretës, citojnë ekspertët. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet kryesore në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.